Lazi, ndalemi pak tek rasti i një 58 vjeçari, siç është Leonard Guri, që ka dhunuar një grua në makinë. Për çfarë bëhet fjalë? Cilat janë detajet? Pikërisht, të paktën nga sa raportohet edhe nga burimet pranë drejtorisë vendore të policisë së Korçës, bëhet me dije se Leonard Guri ka marrë në mjetin e tij në makinë një femër me të cilën ka pasur më herët një lidhje. Dhe pasi kanë debatuar ka ushtruar dorë. Ajo që mësohet ekskluzivisht për emisionin në kohë reale, bëhet me dije se Leonard Guri nuk e ka planuar do të faktin që vajza zonja në fjalë i ka kërkuar të shkëputin atë lidhje intime që kanë pasur me njëri tjetrin dhe ka dashur të atakoj për të rivendosur sërish në një marrëdhënie normale atë lidhje që ka. Refuzimi i vajzës ka bërë që Florian Guri të afarohet dhe më pas të ushtrojë dhunë në drejtim të. Pra ata të dy kanë patur një histori dashurie me njëri tjetrin, kanë qenë të lidhur. 58 vjeçari me vajzën në fjalë. Ka patur një histori pikërisht, ka pasur një histori dashurie dhe refuzimi apo kërkesa e vajzës për t'i zënë fund kësaj historie dashurie ka afaruar apo ka çuar 58 vjeçarin Leonard Guri drejt ushtrimit të dhunës në raport të saj. E qartë, dhe më pas e ka denoncuar vajza Leonardin, sa kohë i është dashur policisë? Po, që të ndërtutam. Ka qenë vajza që ka bërë denoncimin dhe me njëherë policia ka shoqëruar. Kur ka ndodhur kjo si ngjarje? Në ambientet e komisariatit. Ka ndodhur para ditën e djeshme dhe ditën e sotme ka ardhur komunikata, që ka bëhet me dije se që prej ditës së djeshme Leonard Guri është shoqëruar në komisariatin e policisë të Korçës. Ka qenë një marrëdhënie jashtëmartësore apo thjesht dy persona të cilët kanë patur një konflikt të tillë? Ka qenë një marrëdhënie mes dy personave që kanë patur një lidhje dashurie. Një lidhje dashurie. E kuptoj. Besoj në qytet, në qendër të Korçës, ka ndodhur e gjithë kjo ngjarje. Në qytet në Korçë. E kuptoj. Do të flasim edhe se dhe kjo është një çështje sa të sigurta janë edhe vajzat në këto momente pas ndarjes së një historie dashurie, se dhe kjo është pjesë e sigurisë. Jo dhe shumë fushës sigurisë me cilë merrem unë. Jo, në atë fushë sigurie, patjetër po. Por sigurisht, mendoj që unë e përgëzoj në radhë parë vajzën që ka marrë guximin që ta denoncoj një gjë tillë. Se ky është një havë e rëndësishme apo jo? Absolutisht që po. Mendoj se ka shumë shqiptare që mbase ndjejnë veten në situata të tilla. Sigurisht këto lloj konfliktesh dhe tensione sociale në mendimin tim vijnë edhe si rrjedhoj i mentalitetit shoqëror që dikush mund ta interpretonte si patriarkalizmi ose dëshira e meshkujve për të kontrolluar lirinë dhe seksualitetin e grave në shoqërinë e tyre, por që është absolutisht duhen dënuar dhe siç e thash, askush nuk ka të drejtën që të privojë lirinë e dikujt për mënyrën për se si duan ta jetojnë jetën e tyre me atë person apo jo për krah atij personi. Dhe shkurt, kur flasim të siguria, për ta kuptuar, joja është jo dhe duhet kuptuar nga të gjithë. Joja është jo, mbi të gjitha. Për ta kuptuar vetëm pak Redion, mendon që kjo është një fenomen shqiptar, është një fenomen i mungesës së një emancipimi, në këndvështrimin tënd për sa i përket edhe çështjes, dhe sa të sigurta janë është gruaja në një shoqëri, edhe si e jona, se ti ke studiuar edhe rastet e vendeve të lindjes, flas në kulturë. Mendoj që nuk është vetëm fenomen shqiptar, mendoj që kjo ekziston në shumë kultura të botës. Madje shpeshherë edhe në vende të zhvilluara, për shembull, një nga vendet shumë të zhvilluara në botë që njihet për këto nuanca ekstreme të patriarkalizmit është Japonia. Japonia? Japonia, absolutisht. Dhe është pothuajse një kontrast i madh me realitetin që ne shohim në terren. Por është një shoqëri jashtëzakonisht e dominuar nga burrat. Nga ana tjetër në shoqëritë më perëndimore tona, pra Europa, Amerika e Veriut, ne shikojmë që ekziston një tjetër mentalitet i cili fokusohet kryesisht tek liria e individit për të vendosur çfarë të bëjë me jetën e tij, çfarë të dojë në çfarë do lloj momenti dhe që askush tjetër nuk mund ta privojë këtë liri. Dhe kjo gjë ushqehet që në fëmijëri
tek individët në sistemin e tyre arsimor dhe më pas është transmetuar një kulturë në shoqëri. Kujtojmë për shembull këtu vendet nordike, Suedia, Norvegjia, Danimarka, Finlanda, situatat të tilla, jo vetëm që nuk konceptohen në shoqërinë e tyre, po do t'i shikonim shumë të rralla. Dhe atëherë kur ndodhin, absolutisht, do të bënte shumë lajm në ato vende, tek ne ndoshta më pak, sepse duhet jemi realistë, ne jetojmë në këtë vend dhe e njohim pak a shumë realitetin tonë. Por edhe kur ndodh në vendet perëndimore, përgjithsisht është një përplasje ndërmjet mentaliteteve dhe kulturave, ndoshta individët të cilët vinë nga një sfond kulturor ndryshe me ato të vendeve pritse. Po, më bëri përshtypje edhe për faktin që detajin që dha Llazi dhe dua ta përfshi pak Llazin këtu, detaji që dha për t'u takuar, pra, kishte bërë një telefonat për t'u takuar, pra për t'u përshëndetur, ndoshta edhe për të thënë atë largimin e fundit, fjalën e fundit të një ndarje, por nuk ka ndodhur kështu dhe këtë e kemi parë edhe në raste të tjera, Redion, pra ka shkuar çifti për t'u takuar në ndarjen e fundit dhe ndonjëherë edhe është qelluar, është vrarë, gruaja apo ish gruaja. Llazi, si është gjendja e vajzës sot edhe ku gjendet Leonard Guri? Është arrestuar nga policia, cila është marrë masa? Leonard Guri është i shoqëruar, është arrestuar nga policia Flor, është arrestuar nga policia, ndodhet në ambientet e komisariatit të Korçës dhe pritet që të dalë para gjykatës për të marrë edhe masën e sigurisë, ndërkohë që vajza dhe nuk është pranë familjes së saj, është banesën e saj. Pasi ka bërë denuncimin, ka marrë edhe... Po është në gjendje të mirë shëndetësore. Në spitalin rajonal të Korçës, është në gjendje të mirë shëndetësore. Ndërkohë që Florian Guri, Leonard Guri më falë, është i shoqëruar në komisariatin e policisë dhe pritet që të dalë para trupës gjykuese për t'u njohur edhe me masën e arrestit. Mirë, Llazi, se desh më bërë edhe dhunues. Faleminderit Llazi për detaje. Po, më kombinove me Leonardin në këtë rast. Mirë, të falenderoj për detaje, do shohim se çfarë do të ndodhë. Korça, përveç kësaj ka qenë e qetë në anët e tjera, nuk ka patur ndonjë aktivitet kulturor, do na sillni Llazi, se vetëm krime kemi patur nga zona rreth e rrotull. Patjetër që po, prej fundit të muajit tetor, nisën edhe kalendari i aktiviteteve kulturore, që të kulmoj me festën e Krishtlindjes dhe të ndrimit të viteve, pra na presin 2 muaj të mbushura me aktivitete kulturore në teatrin Andoz Marko Zajupi dhe në qendrën e artit dhe të kulturës. Kështu që Korça është e sigurt edhe me shumë festa, po këto lajme ne sigurisht kemi për detyrë që t'i transmetojmë në kohë reale dhe të sjellim këtë realitetin ku jeton shoqëria jonë.